Pastroja shtëpi derisa bleva vil sa gjysma e fshatit, rrëfehet këngëtarja. Artistja Lida Isku jeton prej kohësh në Gjermani, aty ku ka krijuar jetën e vet së bashku me familjen e saj. E ftuar në një emision, ajo ka treguar për jetën e saj, vështirësitë mes sakrificave për të shkolluar fëmijët e saj. Lida Isku tregon se i është dashur të punojë punë të ndryshme për të siguruar para qoftë edhe si pastruese shtëpie. Pas shumë viteve që kam punuar si shumë gra shqiptare, më ka qelluar të punoj 2-3 punë, jo të kufizuara me pastrime. Në fillim ju angazhova fëmijëve që të shkolloheshin dhe të arrinin diçka, sepse duke qenë huaj të vënë prapa liste. Ky ishte qëllimi i jetës sime për 20 vite, ka treguar artistja. Ajo tani jeton në një vilë të madhe në një fshat të Gjermanisë me një sipërfaqe toke goxha të madhe, ndërsa zbulon se si e ka bler këtë shtëpi. Pastaj mendova të mendoja për vete, mendova për të mbledhur disa lek, e bëja çdo gjë vet. Bleva një shtëpi këtu në fshat sepse kujtoja se ishte vetëm shtëpi, sepse bleva në ankant pa e parë dhe kuptova që ishte gjysma e fshatit. Kam stalla, vil 600 metra katror me 3 kate, kam traktor, kafsh. Më dhem goja t'ju tregoj se sa e madhe është dhe se sa punë do, ka thënë ajo.